5 ari tokë dikur kanë kushtuar 100 euro. Jem të moj 12.000 euro orin. Momentalisht e keni 12.000 euro arin. Po. 50 marka shku një ari tokë, mas luftës. Po. Ljucin, e me merë. I karo 25 euro. E tash? Tashti e ka shkil 10.000. E sot për sot, 5 ari tokë kushtojnë rreth 60.000 euro. Jem të shi tokën për më ble banesën Frezaj. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi. Unë jam Eliona, edhe sot kemi ardhur në komunën e Frezaj, saktësisht këtu në fshatin Jezerc. Ne kemi dëgjuar se në kohën e mëhershme, domethënë ka qenë 20 euro një ari tokë, e ndërsa sot po shkon mbi 10.000 euro. Për këtë gjë ne kemi ardhur për të pyetur banorët e këtij fshati se sa është e vërtetë dhe sa po shkon një tokë. Ne po kërkojmë nga banorët e fshatit me na tregu se sa ka qenë më herët një tokë ari në këtë vend, edhe sa është tash. Mbrapa me po shihen edhe villat me të cilat po mbizotrojnë një luks të madh, unë me thonë edhe një luks milionësh, por se sa ka qenë çmimi i tyre kur janë bë këto villa, edhe sa mundet me qenë tash nuk e di mas ne, kjo mbetet të shihet edhe të dëgjohet vetëm nga banorët e këtij fshati. A që dalip tregona pak për pjesën e jetesës në Jezerc, që shkon jetesa në Jezerc, a ja vlen me jetu këto, sa është shtrejt jeta këto? Po i valloj jeta është to që smirësh me bujësia, me asi, është shumë e shtrenjtë. Nuk mundesh me ja dalë. Që smirësh me bujësi, që mirësh me bujësi është e mirë. Po tregon pak që shka shku në kohën e mëhershme jeta, sa ka qenë e shtrejt për shembull një ari tokë, edhe sa është tash? Po ja, tash që kjo është shumë kanë ndryshu. Koha si nuk ta me ditë o bon. Se çmimi maj minjar mas luftës o konë 50 mark, ari, mark. Po. Ljucin, e me merë. E tash? Tashti e ka shkil 10.000. 10.000. Po, tashti pej. Ka vejna që nuk i banë 10.000, po ka vejna që i banë 10.000. Rreth rrugës, është i ka gjitha qasjet, i banë 10.000, ka 5.000, a 10.000 ka që i shqit. 50 mark i bjen me euro 50 euro, apo? Po, 50 euro. 50 euro, do më thonë atëherë ka 50 euro një ari tokë. 50 mark i ka ro 25 euro. 25 euro, do më thonë 25 euro, hala me lirë, ka qenë një ari tokë, e tash është mbi 10.000 euro. Po, mbi. E pse po mendon që është kaq shtrejtimi i madh, kaq dallimi i madh? Po, tashti se po vinë turistat shumë. Janë marru villa. Villat po në shohën me qera, shumë. Ka që asi, edhe ato e kanë hypë çmimin. Villat kanë bo që me hypë çmime, mu bo ma i shtrejt. Ma i shtrejt se... Shkaku që vinë vizitor. Vizitor, vinë, restoranta ka shumë. Qështi. E sa është e dëmshme për juve pjesa e arit që është tash kaq shtrejt, nëse veç doni me u zgjeru? Po, tash janë shumë, se tash i së në mërim na. A keni tokë ju shumë një Jezerc? Po, na kem, halos se kem hjek. Sa ari tokë keni ju? Ndolin një nënori e dishka, që i kem tonat, personalisht. Ne emën toni që janë. Ne emër të familjes tonë? Po, ne emën familjes tonë që i kem që atu. A mendoni diçka për të ardhmen me realizu këto në pjesë kur keni tokën e juve? Për me mri diçka, thuj se sikur këto villat ose diçka tjetër? Jo, na me qitë bujësi, masi me ferm, jo, me ato nuk jo. A mendoni me shit najherë në pjesë të tokës? Po, unë jo, të rritë, thëmija e ata. Pasar si tu, a mendon që për me hek një pjesë të tokës me shit, apo mendon që kanë me e ndërtu në i villë ose diçka? Pa i valloj tashti një lomsh me budget, nuk e shiesin, mos një lomshin, kanë me shit. E ju a keni milon budget? Pa i valloj tashti taksiumin, baba neve në kalon. Baba në kalon neve që budget. Baba në kalon. Edhe na kina me avlon, se kina hjek. Po çka mendon të rritë, fëmijët e tu, çka mendon që kanë me bo? A e kanë të njëjtën ide si ju për me trashëgu bujqësinë e krejt këto, apo mendon që kanë më marrë me krejt diçka tjetër? Jo, nuk e kanë më marrë me këtë punë. Pse? Çka kanë thonë ata? Po ju duket pak e rëndë. Pak e rëndë? Pak e rëndë ju duket. Po dojnë... Me çka mendojnë më marrë ata? Po i valloj tash janë alo pak të ri, nuk e di, në çfarë mënyre kanë më marrë veç. Po sa jeni mundu ju me i thonë për shembull fëmijëve që ja vlen më mirë me bujqësi edhe duhet me nejtë për shembull me mbajt fshatin me cilën e keni trashëgu? Po na e kena vlesë, i kem dami gjallore, kemi jashtë. Edhe ata ku por vinë, të këshymi sa po binë ata, sa po qesmi na.
Edhe pikalojmë atave, që aty këna thonë që ku kini shemlin, merë një shemlin. Ju pikaloni ata që du me thonë shembull për fëmijët e ju du të me konë që nuk ja vlen me dalë as jashtë Jezersit, po as jashtë Kosovës. As jashtë Kosovës. Nuk ja vlen, nuk tash me shka det të mash, tash janë tanat. Një serë me marrë 7 me 8, kimi më bëjetu, një familje. Se ju le me livruarën, me mjellë dishka. Që ty tash, unë atë tash 50 mark, ka shku një orë i tukë, mas luftës. Po. Tash i ka ronë 25 erë, do me thonë. Tash i 10.000, e përpjet. E tash i qysh. Është e papërballueshme. E papërballueshme është tash. Po ka gjënë që blenë shumë. Se ushqit Jezersi. Po. Jezersi ushqit. Në gishta mundet me një tukat që janë do fëmerë që i kanë që si kanë hikë. A mendon që edhe ata fermerët e tjerë sikur se ti kanë me vazhdu me jetu në këtë fshat? Zërë. Zor është. Zër është. Pse për shembull? Zërë se të rritë nuk përdojnë këtë punë. Të rritë pak nuk përdojnë. Të rritë po këtyrin me ikë. I kanë një pizotë, se di, kanë pizotë. Cili kishte me qenë mesazhi juaj për të rritë që iken nga vendi? Mesazhi jam është për të rritë mas me në shumë vendin. Valloj, gjina për na vjen, ku për shumë e vendin. Gjina. Parini. Po që kur para 4-5 vjetë ku dashmi, o bashmi 23 riniti to. Dashmi e kishmi një fushë që aty e kina, fushë lushmi futboll. Tash i po të merë molli, se s'pe ki kërkan. Me dollë pak një lafe, një dishka, me në rrugë. E në orta ja bangjia, po me ta është, allo si më shuna. Nuk janë të vendit. Nuk janë vendit tonë. Sa është e vështirë për me dalë për shembull në fshatin tonë me hecë, në katunin tonë. Me dalë me hecë edhe nuk i shef banorët me cilët ju e keni kalu rinin, e keni kalu jetën, po janë krejt njerëz të ndryshëm që kanë ardhur prej vendeve të ndryshme, edhe kanë ndërtu villa, restorante, cilët nuk kanë të bojnë kur gjë me juve. Po shumë është e lëmshme. Shumë është e lëmshme. Se ti ku je konë këto me tafrit to, e ku shi to, je nalje, po shëndetje, ke asishe. Edhe je hyp me një kjerë, e shku e kepi një kafe. I një bon tash visi ja qa dohen, sa i huj është. I huj atë se ki kurzion. Po a keni kontakt për shembull ende me kushëri me djemë tagjës që nuk janë mo në këtë fshat? Po, kem kontakt. Po, vinë ata. Vinë, ju vizitojnë? Vinë ata, bile vikende vinë shumë. Po, është problemi që me pos në i dite, me në i laf, po më seke. Me shku me pi qaj? Me pi qaj, me në rru në i laf. Po. A Gjadalep, po i shohim këtu edhe do dyrë të vjetra, me cilën janë tasaj kohë që po shihen se janë ende trojtshme. Po. Kush jeton këto? Këtu kërkosh nuk jeton. Nuk jeton kërkush? Nuk jeton kërkosh. Pse? Edhe ata e kanë shu vendin? E kanë shu vendin edhe ata. Apo mendon që ata prej mendimit të tynve personale kanë shu, apo fëmijët e tynve rinia e kanë bo për mi shty me dalë? Vallë rinia e kanë shtim për me dalë, se jo ata, nuk janë konë. A i kishin nguti fëmijët e tu nëse veç ata të kishin thonë me lëshu Jezersin? Jo, nuk i ngoj. Nuk i ngoj, unë ja ku më dhonë. Fermën e kanë, deshin me punu kanë, mos deshin. Janë thirë me dalë? Janë thirë, nuk i pen nga e ka kanë. E këtu dy janë të vjetra këtu konë shtabi jo që kësë që të manë poshtër. Shtabi po o kallë kjo ma shkurti, tu janë të këshijës ma shkurti. Pra këto, që sa vitën është që nuk jeton kërkosh? Vallaj, të që 3 vite është që nuk jeton. Që 3 vite ka jetu. Që 3 vite janë dalë krejt ma shkurti. Është e vështirë për vendin pra këtu nëse juve që jetoni vetë, ose sa e keni problem nëse diçka ju ndodhë në këtë fshat me çka keni mundësi me shku në qytet për me ta zojna në spital ose dikon tjetër në market ose diçka? Po tash kerët janë dalë dhe tash po qërë ma ku e kije gjelin së në ta nërë këkur, ku se kije si tash edhe me thirë ndimën po vinë. Veç ko është bore madhe, është pak më rrezik. Sa minuta është largë Jezersi prej Ferizajt, kështu nëse veç? Po tash në peqit tunit, në Ferizaj, me kilometra, që për asi, 17 është. 17 kilometra? 17 kilometra është peqit tunit në Ferizaj. Me kërë normal migro, 20 minuta më rinë në shëja. A Gjadalep, faleminderit shumë për kohën edhe për krejt informacionet që na i ke dhënë rreth këtij fshati edhe firmës juve dhe veprimtarisë juve që ju e bëni këtë fshat.
Neve na vjen shumë mirë që kemi ende kësi njerë që ju mbojnë veprimtarit, ju mbojnë bujqësin, me cilën ende edhe kanë qka trashëgojnë prej babalarve tynëve gjysh rafton, sepse është një pjesë e madhe me cilën nuk e konsiderojnë më të arsyeshme me jetu fshat. Po, i valloj është, po jo, mirë është kjo. Dikush nuk e donë, na e dojmë personalisht. Faleminderit se për juve që një dalë. Më në vizitu ka njëherë mas në harrani. Na kena me dalë sarë që ju keni nevoj me na shfaqë krijimtarit juve, veprimtarit juve, se çka kultivoni këto. Faleminderit shumë Haxhadalit për kohën. E të dashur miq, pas intervistës që e patëm pak më herët me fermierin Dalipin nga fshati Jezerc këtu ku jemi tani, rrugës kemi pa edhe pankartat të cilat janë të vendosura, numeret me të cilat thuhet se shitet një tokë këtu në Jezerc. E ne do të kemi rastin që të telefonojmë një numër nga këto pankarta me cilat nuk do të acenojmë privatësinë e tyre, por do të pyesim se sa shkon një tokë are dhe se sa ka qenë më herët. Për djeni gjithë juve, do më thonë më herët është shit 20 euro are, e tani 10.000 euro. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Jam Eliona Ivazi, gazetare prej portalit Në Teren. Urdhë. Deshëm me ju pyet jemi këtu në fshatin Jezerc, edhe jemi tu e pa numrin e juaj në pankart këtu të vendos në fshat. Deshëm me ju pyet se këtu po dihet se shitet një tokë. A mundesh me na tregu sa është çmimi i arit? Po, në aty kena 5 ori. Urdhnatë njëherë? 5 ori kena të Jezerc. 5 ori keni në Jezerc. Sa është çmimi i tyre? 5 ori kena. Urdhë? Sa është çmimi i tyre? Po, çmimet janë ndryshme, na e kena të 5 ori, nuk kem që bojmë tregtimet, se kena tokë bobës, po jena dalë në Vergjithaj. Edhe nuk kanë doshtë për shkak villave që janë orët ne ka Jezerci i kena qitë në shitje, për me ble banesë në Vergjithaj. A mundesh edhe njerë me ma tregu çmimin e tyre se nuk e dëgjova mirë? Po, çmimi i tokës në Jezerc në përgjithësi u rrit po gja, na jem të mase e kemë rrugë kryesore, jem të moj 12.000 euro aren. Momentalisht e keni 12.000 euro aren. Po. E sa ka qenë ma herët? Se di, për des nuk e di, për që kanë kallzu plesht e bova e këta që kanë kallzu, këto u shku mas luftë, do më honë 2005-2006 ori u shku 20 euro. 20 euro, do më thonë dallimi është kaq i madh prej 20 euro, e keni rrit çmimin në 12.000 euro arin. Po, për shkak villave këtu se... A keni ju villa apo i keni veç tokat? Jo, na kena toka është në emën të bobës, po për shkak që në do shalizaj me etu në banesë, jena të ëshitu, në kohë mas një ka ju çmimi, jem të ëshitu, kem për më ble banesë në Frezaj. Në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për informata. Tong. Qa. Në fshatin Jezerc, 5 ari tokë dikur kanë kushtuar 100 euro. E sot për sot, 5 ari tokë kushtojnë rreth 60.000 euro. Cili është dallimi kaq i madh, ndoshta që banorët e fshatrave po rikthehen këtu, apo shkaku i villave të cilat janë të ndërtuar këtu në fshatin Jezerc me shumicë më të madhe luksoze. Për krejt juve që keni dëshirë të na keni në fshatrat tuaja, na shënoni në koment. E nga Jezerci, mirëmbëjtje deri në fshatrat tuaj.